çfarë po ndodh në Siri në këto momente, sepse ajo që po shoh, domethënë po shoh që ka le të themi një shqetësim shumë të madh për sa i përket zhvillimeve që po ndodhin atje. Ndërkohë ka dhe lajme për bisedat sekrete midis Ahmet Sharës edhe Putinit për sa i përket bazave ruse. Si ta lexojmë këtë moment? Këtë do t'i shohim në trazë. E para nuk është fillimi i luftës civile, është vazhdimi i luftës civile. Dhe këtë luftë civile po e vazhdojnë organizata terroriste, të cilat sot kanë pushtetin, pra Hayat Tahrir al-Sham, prejardhjet e Al-Qaidës. Pra këta terroristë cilët u mbështeten nga perëndimi dhe sot morën pushtetin, u mbështeten edhe nga Turqia dhe nga Izraeli, nga gjithë dhe kanë pushtetin në Siri. Këta po vazhdojnë atë që kanë vazhduar të bëjnë dhe atë që dinë të bëjnë, të vrasin dhe masakrojnë civil që i përkasin etnive të tjera që nuk janë sunni. Dhe kanë vazhduar masakrat e tyre në Latakja ndaj alavitëve. Latakja dhe në Tartus janë alavitët dhe kanë vazhduar dhe para 3 ditë, para një javë, në Latakja ka pasur një protest dhe në Tartus ka pasur një protest të madhe popullore dhe unë i kam ato filmimet, gabova që nuk ja çova, kur forcat ushtarake të kësaj Siri së re kanë hapur zjarr ndaj protestuesve që protestonin në mënyrë paqësore, duke vrarë protestues. Dhe ka filluar një pastrim etnik i pastër, ai që Al-Qaida ka premtuar ta bëjë prej fillimit, pra të vrasë çdo kënd që nuk është sunit. Këtë kanë bërë që nga viti 2003 mbrapa, këtë po bëjnë aktualisht. Pra nuk kanë ndaluar që 20 dhe diçka vjet. Dhe këtë dinë të bëjnë dhe këtë do bëjnë. Dhe çdo lloj kundërshtimi që del, kanë gjetur një shprehje dhe kundërshtim që janë mbetje të regjimit të Asadit. Pra janë asadistë, jo nuk janë asadistë. Ata që kanë dalë nuk kërkojnë kthimin e Asadit, nuk kërkojnë mbështetjen e Asadit. Ata që janë atje nuk kanë qenë me Asadin, nuk janë me Asadin. Pse nuk janë me Asadin? Sepse këta që luftojnë, që kanë sulmuar këto forcat e aktualisht forcat terroriste të kthyer në legjitime, pra të legjitimuara nga bota tashmë, si të rregullta, pra këto Hayat Tahrir al-Sham dhe mbetjet e Al-Qaidës, gjitha këto, këta po qëse do ishin me Asadin, do luftonin për Asadin dhe nuk do mundi Al-Qaida të merrte pushtetin. Por këta hodhën armë dhe nuk luftuan për Asadin. Asadi janë mbathi, sepse ushtria, pra do të thotë që këta nuk janë me Asadin dhe nuk janë të Asadit. Janë forca nacionaliste të përzjera me forca etnike të cilat duan të mbrojnë veten nga ky pastrim etnik që ka nisur regjimi i Al-Qaidës që ka marrë Sirin. Dhe kjo ka për të vazhduar një përplasje dhe këto forca të Al-Qaidës që kanë marrë në këtë luftë në këtë luftë të tyre që kanë filluar, që kanë ndërmarrë dhe vazhduar këtë pastrim etnik dhe këtë luftë civile janë të mbështetur aktualisht edhe nga Turqia. Dhe ky është turpi më i madh, sepse edhe Turqia po mbështet zhdukjen e alavitëve. Sepse i intereson që të marrin nën kontroll pjesën e Latakjes, e cila shkon deri në kufi me Turqinë lart dhe pjesa e Turqisë në kufi me Sirin atje është e banuar nga alavit, por në ta sa intereson që ta pastrojë këtë territor dhe ta marrë vetë në kontroll këtë pjesë. Kurse për sa i përket bisedave me Rusin, nuk janë biseda të fshehta, ka pasur disa telefonata dhe disa bisedime, një telefonat ka pasur me disa Sharës dhe Putinit, ndërsa bisedimet e tjera janë vazhduar në nivel të ministrisë së jashtme, po jo të ministrave të jashtëm. Pra, niveli i ministrisë së jashtme dhe kemi një deklaratë të ministrit të jashtëm të kësaj Sirisë së re, të para një jave, e cila thotë që jemi në bisedime me rusët për çështje të bazave dhe në rast se ato do të plotësojnë kushtet tona dhe qëndrimi i tyre do të vijë në të mirë të nevojave të shtetit të ri sirian, neve nuk do t'i përzojmë, do t'i lëmë. Para 2 ditësh, Rusia ka printuar dhe ka sjell me avion paranë e re, pra bëtlla për një sasi shumë të madhe paraje, sepse paranë e re të kujt? Paranë e re që kanë nxjerrë Siria, pra kanë nxjerrë një paratë e re Siria. E ka printuar në Rusi? Dhe këtë ja ka printuar, e ka printuar në Siri dhe ka qenë një nga marrëveshjet që Rusia ta printonte me shpenzimet e veta, me gjithçka dhe ju ka sjell me avion. Janë edhe 3 avion tjerë për të ardhur që të sjellin këtë para të printuar, të re, që do ta përdori dhe avioni i parë ka ardhur, parat janë shoqëruar për në Bankën Qendrore të Sirisë dhe priten edhe 2 avion të tjerë të printuar me parat printuara nga Siria, nga Rusia për nevojat e Sirisë. Pra dhe me kërkesë, pra ka qenë pjesë e kësaj marrëveshje, pra Siria nuk ka paguar asgjë, gjithçka është bërë me shpenzimet e Rusisë. Pra, kjo është. Siria një nga kërkesat ka qenë dorëzimi i Bashar al-Assadit, cilën Ministria e Jashtme ruse ka dalë me deklaratë publike dhe ka thënë që asgjë futet në diskutim kthimi i Assadit. Pra nuk e diskutojmë këtë. Diskutojmë çdo gjë tjetër, kjo nuk diskutohet.
Pra e kanë hedhur poshtë këtë kërkesë të kësaj, po e kanë hedhur poshtë dhe kanë vazhduar bisedimet dhe do të vazhdojnë bisedimet derisa të arrijnë një marrëveshje. Për sa kohë do të vazhdojnë bisedimet? Edhe qeveria siriane aktualisht ka thënë që bazat do të qëndrojnë për sa kohë jemi në bisedime dhe pastaj në rast se prishen bisedimet do largohen. Në rast se nuk prishen do të vazhdojnë të qëndrojnë, por në një rirregullim të ri sigurie në një marrëveshje të re. Nisur nga këto, nga pamjet që shikojmë drejta, nisur nga le themi shtyrja e Izraelit drejt brenda Sirisë për të mbrojtur të paktën si justifikim popullsinë druze atje, apo ridalja në skene një grupi që që është sot aktualisht në mbrojtje të alevitëve, siç po thua ti. Si e parashikon të ardhmen a jemi në fillimin e një destabilizimi të ri për Sirinë? Apo jemi thjesht në një, le të themi, negociat midis Rusisë, Turqisë, Izraelit, SBA-ve, në çpik duhet të shohim faktorët e ndryshëm. Aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqisë dhe Rusisë ju intereson një Siri e stabilizuar, pa probleme. Në mënyrë që mos të angazhojnë forcat e tyre dhe t'i kenë të angazhuara diku tjetër. Të mos të angazhojnë paratë e tyre, energjinë e tyre në këtë aspekt. Ndërsa, aktualisht, Izraelit dhe Iranit nuk intereson një Siri e fortë. Intereson një Siri e copëzuar dhe me probleme, në mënyrë që të ushtrojnë influencën e tyre. Iranit për shkak se kërkon që të përdori këtë paqëndrueshmëri të Sirisë nesër dhe këtë ndarje fragmentin të Sirisë për të vazhduar për të çuar ndihmën e saj nëpërmjet gjithçkaje që mund ta shfrytëzojë drejt Hezbollahut, pra për ta përdorur territorin, ndërsa Izraeli intereson kjo paqëndrueshmëri për të justifikuar qëndresën e vet në Siri, sepse në rast se Siria do të jetë e qëndrueshme dhe unitare, automatikisht ata janë detyruar të largohen. Në rast se është paqëndrueshme, thotë, ndihemi kërcënuar nga paqëndrueshmëria dhe do të justifikojë qëndrimin. Pra shiko si janë ndarë. Dje ishin kundërshtar të pastër, Irani dhe Izraeli janë në luftë me njëri tjetrin, pra nuk e duan se shohin dot me sy, ndërsa sot në Siri bashkëpunojnë me njëri tjetrin për ta mbajtur Sirinë, sepse ju intereson, pra shikoni se si funksionon gjeopolitika në këto vende. Është shumë e çuditshme. Pra armiqtë e dieshëm janë bërë miq, miqtë e dieshëm janë bërë armiq. Pra nuk është një përpjekje po thua për të rrëzuar Ahmed Sharën, më shumë është një përpjekje. Jo, nuk është përpjekje për të rrëzuar Ahmed Sharën, është përpjekje për të shfrytzuar situatën, për të përfituar gjitha këto fuqitë rajonale dhe superfuqitë e tjera. Nuk jemi në fillimet e një përplasje, le të themi, nuk jemi në fillimet e një përplasje, pavarësisht këto veprimet e këtyre grupeve nacionaliste të cilat kërkojnë, kanë në deklaratën e tyre thonë edhe për marrjen e pushtetit, pra për rrëzimin e Al-Kaidës, janë shumë larg asaj, janë grupe të fragmentuara, të cilat nuk arrin të kontrollojnë as territorin cilin kanë dalë, pra nuk e arrin të kontrollojnë territorin e mbuluar me alevit, të banuar me alevit, pra nuk e kontrollojnë as Latakian as Tartusin. Në rast se nesër to ta merrin në kontroll Latakian dhe Tartusin, pra forcat qeveritare sot nuk do të mund të hynin, atëherë mund të themi që po kemi një problem serioz dhe kjo mund të çojë në fragmentim të Sirisë. Po deri në atë moment nuk është problem serioz, pra është një problem i vogël i nxitur nga palët. Dritan, ndërkohë kemi Turqinë e cila nga Siria kalon te Turqia, e cila por i shfaqet si një garantuese për autonominë e mbrojtjes së Europës. Po merr një ridimensionim për sa i përket pozicionit saj në raport me Europën, në raport me lindjen e mesme. Si e shikon rolin e Turqisë aktualisht? Unë nuk shoh ndonjë rol të Turqisë në çështjet e Bashkimit Evropian ose në mbrojtjen e Bashkimit Evropian. Turqia po shfrytëzon politikisht situatën, është një mjeshtre e madhe, pra Erdoani ka treguar gjithë një mjeshtër për shfrytëzuar situata dhe për përfituar prej tyre. Shihni në të gjitha aspektet që 15 vjet që është pushtet, ka shfrytëzuar çdo lloj situate për të arritur marrëveshjet e tij. Pra këtë gjë kanë bërë turqit janë të mirë për të arritur marrëveshje, për të arritur çdo lloj gjë. Pra, në favorin e tyre ata këtë kanë bërë. Këtë kanë bërë edhe kur kanë qenë perandori, pra gjithnjë kanë punuar në favor të perandorisë tyre dhe sot po punojnë për të ringritur këtë perandorinë e humbur osmane. Kjo është e gjitha dhe në marrëdhënie me Bashkimin Evropian nuk do të kenë rëndësi të madhe për arsye se vetë Bashkimi Evropian, një pjesë e madhe e Bashkimit Evropian nuk mund të pranojnë që të jenë në mbrojtjen e Turqisë. Pra do ta shfrytëzojnë këtë industrinë ushtarake turke, e cila është më e zhvilluar se industria ushtarake evropiane, me thënë drejtë, pra ka përparuar më shumë, prodhon më shumë për nevojat e tyre, pra për të blerë armatime, sende, gjëra, municione që mund t'ju duhen në këtë idenë e tyre të re që kanë nisur,
Por në asnjë moment nuk do të pranonin që Turqia të merrte një rol parësor në mbrojtjen e Bashkimit Evropian. Në asnjë moment, për arsyeën e thjeshtë, sepse Bashkimi Evropian në masë të madhe totale është islamofob. Dhe për shkak të kësaj islamofobie, ata nuk do të pranonin asnjëherë që një vend islam si Turqia të merrte këtë rol. Po sot Erdogan, domethënë të paktën me lexova te kjo Anadolu Agency, lexova që një nga vazhdon të mbetet, domethënë integrimi i Turqisë në Bashkimin Evropian vazhdon të mbetet një nga le të themi prioritetet e Turqisë. Aktualisht normalisht Turqia është një shtet për 100 milion banorësh. Pra prodhimi i brendshëm i Turqisë, prodhimi i brendshëm brut është shumë i madh dhe këtë tregti ku e bën Turqia sot? Pra është çështje, shiko, është çështje ekonomike. Pra, mos e shihni në radhë parë si çështje ushtarake ose çdo gjë shiheni si çështje ekonomike. Aktualisht prodhon ka 100 milion banorë dhe ka një prodhim të madh. Ku i shet prodhimet Turqia? I shet në vendet e Ballkanit, pra siç jemi neve ato vendet e Ballkanit, shet në vendet e veta rajonale, pra në Siri, shet pjesën më të madhe tashmë, atje, në Azerbajxhan, në disa vende të tjera, republika të tjera. Por imagjinoni sikur nesër hyrja në Bashkimin Evropian asaj hapte një front të madh të shitjes. Pra imagjinoni një treg i madh, fuqia ekonomike që do të përfitonte, sepse kapacitetet e prodhimit janë më të mëdha se çka Evropa dhe kosta e prodhimit është shumë herë më ulët se sa në Evropë. Po, pra imagjinoni se çfarë fitimi të madh do të kishte Turqia. Dhe prandaj Turqia e dëshiron këtë gjë. Pra është normale ekspansioni i tregut, është fuqi sepse jep të ardhura dhe këto të ardhura ekonomike që do të vinë këto para, ti mund të investosh nesër në ushtri, mund të investosh në diplomaci, mund të investosh në çështje sociale, pra ku të duash. Pra bëhesh shumë herë më i fuqishëm. Është një pozicion komod, është pozicion komod dhe po e shfrytëzon këtë pozicion të dobët aktualisht të Evropës dhe po do ta shfrytëzojë në të gjitha mënyrat. Dhe ti jeni të bindur që shumë shpejt do t'i vendosi kushte, pra kur ta shohë që Evropa e ka seriozisht këtë armatosjen. Evropa e ka seriozisht një plan. Dhe për këtë plan patjetër do i duhet Turqia, automatikisht atëre të jeni të bindur dhe këtu do jemi që Turqia do fillojë të vendosi kushtet. Do thotë, për këtë siç vuri kushtet për hyrjen në NATO të vendeve skandinave, që në NATO të Finlandës dhe të Suedisë, një të gjë do bëri edhe këtu. Pra do vendosi kushtet, deri në momentin që i plotson kushtet, nuk të lejon rrugë, pra e ka bërë këtë. Dhe këtë e bën më së miri Turqia, është mjeshtrën e bërën e kësaj. Dhe këto kushte do ja vendosi edhe Bashkimi Evropian. Sepse turqit kanë prej vitit 60 që kanë bërë kërkesë për anëtarësim dhe turqit nuk e besojnë Evropën. Pavarësisht asaj nuk i kanë asnjë besë Evropës. Thjesht shfrytëzojnë pra në politik oportunizmi është mbreti i botës. Ndërkohë, dritan 10 minutave të fundit ja kam caktuar diskutojmë pak për situatën në Kosovë pas zgjedhjeve, duke qenë se u certifikuan edhe zgjedhjet, është pak a shumë e qartë dhe panorama e gjërave e produktit të këtyre zgjedhjeve. Si e shikon situatën e Kosovës, nisur thash me ato që po ndodhet në Ukrainë, nisur nga konteksti i ri gjeopolitik ku ndodhet sot bota dhe nisur nga dhënat, le të themi, rajonale. Duke parë në kontekstin gjeopolitik ku ndodhet bota, nuk e shoh që Kosova të jetë e cënuar ose e cënueshme. Për dy arsye kryesore. E para, në atë që thamë që parë që Trumpi thotë ne nuk do mbrojmë askënd në NATO që nuk rrit ato, pra domethënë që NATO do të mbetet në pronësi të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shteti Bashkuar të Amerikës nuk largohen nga NATO dhe NATO është me vendim të OKB-s në ka patur edhe një deklaratë të Departamentit të Mbrojtjes, e cila thotë nuk kemi asnjë plan për të larguar trupat nga Kosova. Absolutisht asaj që kemi thënë gjithnjë, pra nuk largohen. Pra, në çështje të sigurisë, Kosova është në ombrellën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s. Pra, NATO është Amerika sot, siç po e shihni. Dhe Kosova është në ombrellën e kësaj. Dhe kjo nuk ndryshon. Pra, çështja e sigurisë, e cila ka të bëjë me integritetin territorial të Kosovës është e pacënueshme. Kjo nuk ka diskutim. Kjo nuk ka diskutim dhe është ndarë. Në aspektin politik, po shfrytëzohet, pra, siç e keni parë, rusët disa herë janë referuar Kosovës për çështjet Krimes, për çështjet Donbasit. Pra, po e marrin si referencë, pra do të thotë që rusët e njohin këtë real politik të që ka ndodhur. Dhe normalisht do ta përdorin bisedimet e tyre. Ata që kemi kundërshtuar jemi neve nga idiotësia dhe nga ignoranca, sepse duam të bëjmë kozmopolitin dhe jo të bëjmë atë dashurin. Pra, në rast se ai tjetri që qoftë edhe armiku imi thotë që ore kjo është reale, pra unë e mora Krimen
dhe Krimea është njësoj si Kosova. Okej, dakord. Pra ti po e njeh realitetin e Kosovës në këtë moment. Dhe kjo njohje është normale në këtë gjeopolitik dhe është në favorin ton. Pra nuk na cënon zhbërjen e Kosovës, sepse rusët në bisedime do ta përdorin rolin e Kosovës dhe rolin e NATO-s Kosovë për bisedimet e tyre me SBA-n. Pra do thotë që Kosova forcohet më tepër, pra nuk cënohet, nuk shpërbëhet, nuk zhbëhet. Përkundrazi, në logjikën se si ti e parashtron, domthonë Kosova merr fuqi, merr peshë më të madhe në këtë aspekt. Dhe kjo ka marrë gjithë. Dhe kjo jo se them avantazh historik për Kosovën, e gjitha kjo që po ndodh. Në 2023, nëse mbani mend, Gutierrez, pra presidenti i OKB-s, ishte në takim me Putinin. Dhe Putini i tha Gutierrezit, pra atë që kemi parë gjithë, që tha që ne e njohim vendimin e gjykatës ndërkombëtare për çështjen e Kosovës. Dhe kërkojmë një gjë të tillë për Krimen. E mbani mend bisedën? Po. Pra, njohja e saj, do me thënë që sepse ata po duan ta përdorin Kosovën për interesin e tyre, dhe kjo është në favor të Kosovës. Kjo na forcon, pra nuk na zhbën, nuk na dëmton, nuk na sjell dëm. Por problemi jonë është se neve jemi bërë, pra pavarësisht se të gjithë flasin këtu, gjithë politika shqiptare, majtas dhe djathtas. Pra në rast se kjo quhet politik, kjo hale, pra që do të quhet politik, që këta kanë zënë, që kanë bërë. Ta moderojmë gjuhën se kemi na monitorojnë gjatë gjithë kohës. Dhe si të jemi korrekt. Gjatë gjithë kohës shajnë komunizmin, ndërkohë veprojnë si komunistë. Komunistat ishin internacionalistë. Nuk ishin nacionalistë. Ishin internacionalistë komunizmi. Pra ideja e komunizmit është internacionalja. Dhe këta tash më thonë, ne po sakrifikojmë Kosovën për interes të Ukrainës. Pra ne nuk e pranojmë të që thot Putini, sepse ai ka sulmuar Ukrainën. Pra ne po bëjmë tashti, këta po bëjnë internacionalistin. Këta që gjithë ditën shajnë komunizmin, bëjnë internacionalistin, pra bëjnë komunistin. Shikoni logjikën e këtyre njerëzve, pra këta janë të palogjikshëm. Ndërkohë që unë kam thënë, them, nuk më intereson Ukraina. Për sa kohë slavët vriten mes njëri tjetrit, qofshin ata të veriut apo qofshin ata të jugut, unë do të jetuar trokas. Do themi realitetin e asaj që ndodh. Po për mua le të vriten gjithë ditën dhe në raport nesër kur vjen midis Kosovës, Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë, unë zgjedh Kosovën mor zotri, sepse atje kam gjakun e vëllezërve që më ka rënë. Është gjak që nuk lahet ai. Lahet sa duash atë rrobën që është bërë me gjak, nuk ikën ai gjak. Është njollë që mbetet. Dhe ndaj unë jam total në këtë që nuk ka për të cënuar dhe nuk cënohet. Jo, avantazhi për mënyrën se si e parason është avantazhi dukshëm historik. Absolutisht për sa i përket Kosovës. Kosova do blindohet për sa i përket pozicioneve të saj nëse shkojmë në këtë kurs. Kemi një problem të madh, vetëm një problem kemi, sepse aktualisht bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë i udhëheq Bashkimi Evropian dhe kjo është me vendim të OKB-s. Me vendim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Dhe sot ky Bashkim Evropian, siç e tham që përmend pak më parë, ky Bashkim Evropian po bën gjithçka për inat Trumpit. Po. Dhe kjo në këto bisedime Bashkimi Evropian mund të na cënoj, pra mund të favorizojë Serbinë në këtë moment, thjesht kundër çdo lloj ideje të Trumpit, e cila mund të jetë në favor ton. Pra, ky forcimi i Kosovës dhe kjo përdorja e Kosovës në këto bisedime, atëherë për ta prishur këtë përdorje të Kosovës në këto bisedime, Bashkimi Evropian do ta cënojë Kosovën thjesht për të arritur idenë e saj për të prishur punë Trumpit. Pra do na përdori, do përdori Kosovën, do na cënojë neve politikisht për të dëmtuar interesat e Trumpit dhe për dalë vetë që ja shive ne se kemi dorë. Këtu është gjithë problemi që kemi aktualisht. Dhe ky është problemi i madh. Bashkimi Evropian do punojë kundër interesave tona dhe ka punuar kundër interesave tona. Për 2023 dhe keni dëgjuar gjë Bashkimin Evropian ju që të dali me një deklaratë ndaj asaj që ndodhi në Banjsk, zero deklaratë ka. Zero. Bashkimi Evropian ka një parlament. Më thonë një deklaratë ose një mbledhje të atij parlamenti që u bë për atë që ndodhi në Banjsk, pra për sulmin terrorist që Serbia bëri në Banjsk. Ku vra edhe një policisë Kosovës, ra dëshmor, në mbrojtje të Adheut. Zero. Ka e dënoi Bashkimi Evropian sulmin? Zero e dënoi Bashkimi Evropian sulmin. Ndaj kujt mori Bashkimi Evropian masa? Mori ndaj Kosovës, që ishte viktim, dhe jo ndaj Serbisë, që ishte agresori. Pra ky Bashkim Evropian ka që 2023 që poloz kundër interesave të Kosovës, ashtu siç ka bërë gjithë jetën e saj Evropa. Dritan, po për sa i përket thash është bërë e qartë tani kjo le të themi përfundimi, rezultati i zgjedhjeve. Si e shikon atë le të themi se mozaikun politik sot në Kosovë? Nga ana politike Kosova është një problem i madh tashmë me këto zgjedhjet e fundit, për arsye se partia që fitoi zgjedhjet pra vetëvendosja nuk është në gjendje ta formojë qeverinë e vetme,
aktualisht, ka probleme, pra i duhet patjetër të marri edhe një deputet. Ta gjej një deputet.